Kjo është avancimi një dosje shumë të rëndësishme, që mbaj mend ka nisur, mos gabojmë, si përveç denoncimit që janë bërë më herët, nga një denoncim që është bërë publik nga ish zëvendës kryeministri, i cili u tha shqiptarëve që kopshti personal i Edi Ramës në atë që gjeneron pjesën më të madhe të korrupsionit në Shqipëri është akshi. Dhe në kuadër të këtij denoncimi, madje ai foli edhe për Ergys Agasin, i cili e tha atëherë është njeriu i cili zoti Rama ka emëruar si ndërmjetës me krimin, dhe për shkak të këtij pozicioni emërimi që i ka bërë zoti Rama, ky njeriu sot gëzon një pushtet të madh. Madje është dëshmi edhe një biznesmeni tjetër aty, që nuk është në nënhetim dhe nuk po e them emrin, por thotë që unë vendosa ta bëj mik Ergys Agasin, sepse në Tiranë flitet që ishte njeriu shumë i afër me lidhje të forta edhe në qeveri. Bënim hanim mëngjes të dy këtë njëjtë lokal, derisa i gjeta numrin e kontaktova dhe e bëra mik sepse më duhej për shkak të lidhjeve dhe të biznesit. Pra për të konfirmuar atë që është thënë lart e poshtë, që ky është njeriu i Edi Ramës. Dosja është shumë e mirë, që të jemi sinqert me ty. Endri pyeti për një pasazh, po ta lexoj dosjen, e kupton fare mirë që ai pasazhi është pjesë e asaj puzzle-i që Spaku e ka zbërthyer më së... Ta bëj pyetje? Një sekondë, Endre, po nuk po se mbarova, nuk e kupton. Bëje pyetjen. Ata vlla mund të kenë marrë lek. Si hy fare kësaj. Po lexoja vetëm për këtë Mirlinda Karçane. Tani, a mund të më shpjegosh thjesht parimisht, por nuk du ta mbroj fare mëse nuk thjesht parimisht. Si mund ta vërtetosh që apartamenti është joti kur me letra shtimi? Atëherë, edhe një herë nga e parë, kjo është punë e Spaku dhe Spaku që ka marrë guximin të japi vetëm kjo është... Pra në 3 apartamentet asaj zonjës, vetëm këtë detaj, një ishte imamit, dhe te mami, te vjeri, te vjera, pra njerëz të cilët në bazë të kodit civil u lindet drejta e trashëgimisë në rast ndarjes nga jeta. Pra deri këtu e kuptoj që mund të ketë elemente dyshimi, po si mund të më të vërtetosh ti që kjo pronë të cilën e ke ti në emër Bledian Koka është Endri Gjafos. Dhe kjo duke lexuar... Po jam e ka thënë shoferi, në një apartament 270 O beti, tani qa, kjo është budallik, tani beti isha në Francë, unë sharjet e apartamentit i pagusha unë, nuk i pagu të pronari shpistime, sharjet, kondominiumi që quhet, kjo është me marrëveshjet. Pra, njësoj si drita të ujnë, më lërë të mbarë se nuk ka lidhje, fakti që ti paguan, pra, përdoruesi në përgjithësi paguan përdorimin e apartamentit apo të shtëpisë ku je, që është kondominiumi, pra administrative tjera, drita ujë. Kam një pyetje, gjithmonë është thënë... Mirë, këtë atër po i dhejmë, po 200.000 euro që i gjetën ke tubi sobës asaj... Qofse ja kanë gjetur në rregull, ja kanë gjetur pra... Po pra në rregull, qofse ja kanë gjetur, po tani flasin të pronë... Po dupleksi në Durrës, po kjo apartamenti 207 euro, po 1.500 euro në lishtja, po kjo makina që e kishte vlerën 38 dhe e kishte blerë kjo 9.000 euro. Më gjej një makinë ti më që bën 20.000 euro dhe ta blej unë, më ta blej me kredi 9.000 euro. Të bëj, po mirë më tashi tani, o beti dhe njerë, vetëm një pyetje kam se nuk kam, dhe më lërë të shpjegoj vetëm një gjë ku e kam problemi. Vetëm ta zyrtarët e lartë blejnë apartamente me po gjithmo deputetet i morën për makina tuareg e gjitha tiguanet e parlamentit i morën me nga 9.000 euro kur i nxori parlamentit. Tani dhe njerë pyetja ashtu.